Në fund, nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët për ty. Njerëzit do të harrojnë rreth 10 minuta pasi të kesh vdekur. Thelbi është që ti duhet të jesh pikërisht ai dhe çfarë dëshiron të jesh. Shumica thjesht po rrëshqasin nëpër jetët e tyre me fasada të rreme. Njerëzit që thonë se të jesh i bukur, i pasur ose i dobët i bën të lumtur, njerëzit që përpiqen t'i bëjnë martesat apo fëmijët e tyre të duken më mirë se që janë në të vërtetë, dhe për çfarë? Për pamjen e jashtme. Dukja nuk vlen asgjë. Kur të gjitha fjalët janë thënë dhe gjithçka ka përfunduar, gjithçka që ka rëndësi është ajo që ishte e vërtetë dhe ajo që u ndje me të vërtetë.